Si të matësh energjinë e shtëpisë sate me limon, sekreti që do të trondil. Mirë se vini në këtë video të veçantë, të thellë dhe plotësisht transformuese. Sot do të zhytemi bashkë në një nga metodat më të thjeshta, por njëkohësisht më të fuqishme për të kuptuar se çfarë energjie vërtet qarkullon brenda mureve të shtëpisë tuaj. Një metodë që pastron energjinë e tyre dhe të kuptojnë botën e padukshme që na rrethon. Kjo metodë është aq e thjeshtë sa mund të bëhet me vetëm disa limon të zakonshëm nga tregu. Por mos u mashtroni nga thjeshtësia e saj. Pas kësaj thjeshtësie fshihet një mekanizëm i mrekullueshëm i natyrës që vepron si një termometër i vërtet për energjinë pozitive dhe negative. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Le të fillojmë udhëtimin tonë duke i zgjeruar një nga një të gjitha pikat kryesore. Pika e parë, aftësia e jashtëzakonshme e limonit për të thithur dhe reaguar ndaj energjisë negative në një dhomë. Mendoni për një moment. Çfarë është në të vërtetë një limon? Një frut i thjeshtë, i verdhë, plot me vitaminë C, me lëkurë të trashë dhe me një aromë që na freskon menjëherë. Por në botën e energjisë, limoni është shumë më tepër se kaq. Ai është si një sfungjer i gjallë, një absorbues natyral që ka aftësinë të tërheqë, të thithë dhe të reagojë ndaj llojeve të ndryshme të energjisë që notojnë në ajër rreth nesh. Energjia negative nuk është diçka abstrakte ose imagjinare. Ajo është një frekuencë e ulët, e rëndë, që mund të vijë nga mendime të vazhdueshme negative, nga grindje të përsëritura, nga stresi i akumuluar, nga njerëz që hyjnë në shtëpi me energji të keqe, ose madje nga mbetje energjetike të ngjarjeve të kaluara. Kjo energji nuk zhduket vetë. Ajo mbetet, grumbullohet dhe ndikon në gjumin ton, në humorin ton, në marrëdhëniet tona dhe në shëndetin ton të përgjithshëm. Dhe pikërisht këtu hyn në skenë limoni. Limoni ka një veti të veçantë, ai vepron si një detektor i saktë. Ai thith këtë energji të ulët sikur të ishte një magnet që tërheq hekurin. Kur energjia negative është e pranishme në një dhomë, limoni e kap atë, e përpunon brenda vetes dhe fillon të tregojë ndryshime fizike që ne mund t'i shohim me sy të lirë. Kjo nuk është magji. Është një bashkëpunim i mrekullueshëm midis natyrës dhe botës së padukshme të energjisë. Limoni bëhet si një lajmtar i heshtur që na thotë, këtu po ndodh diçka që nuk është në harmoni me ty. Pika e dytë, energjia pozitive dhe si sillet limoni në një mjedis të pastër. Kur energjia në një dhomë është e lartë, e pastër, e lehtë dhe pozitive, limoni sillet në një mënyrë krejtësisht të ndryshme. Ai nuk nxit të kalbet shpejt. Përkundrazi, ai mund të thahet ngadalë, natyrshëm, duke ruajtur një pamje të pastër, të thatë dhe pa shenja kalbieje. Ja një shembull i mahnitshëm, një limon që ka qëndruar plot 10 vjet dhe është tharë plotësisht, por duket i pastër, pa myk, pa njolla të zeza, sikur koha ta ketë ruajtur në një gjendje të mrekullueshme. Imagjinoni këtë për një moment. Një limon 10 vjeçar që nuk është kalbur, që nuk është mykur, që nuk ka lëshuar lëng të keq. Çfarë tregon kjo? Tregon se energjia rreth tij ka qenë aq e lartë, aq harmonike dhe aq e pastër, saqë limoni nuk është detyruar të sakrifikojë veten duke thithur diçka të rëndë. Ai thjesht është tharë bukur, si një lule që thahet në diell pa humbur dinjitetin e saj. Kjo është shenja më e bukur që mund të merrni. Shtëpia juaj, dhoma juaj, hapësira juaj personale është në një gjendje energjetike të shkëlqyer. Aty qarkullon energji që ju ngrit, që ju qetëson, që ju jep forcë dhe qartësi mendore. Në një mjedis të tillë, ju flini më mirë, zgjoheni më të freskët, mendimet ju rrjedhin më lehtë dhe jeta duket më e lehtë. Pika e tretë, energjia negative dhe shenjat e qarta që limoni na jep. Tani le të flasim për anën tjetër, atë që shumica e njerëzve e friksohen, por që është jashtëzakonisht e rëndësishme ta njohim. Kur energjia në dhomë është negative, e rëndë, e ndotur ose e ulët, limoni fillon të reagojë shumë shpejt dhe në mënyrë të dukshme. Shenjat janë të qarta dhe të pamundura për t'u injoruar, fillojnë të shfaqen njolla të zeza mbi lëkurën e tij.
Ai merr një ngjyrë të gjelbër të errët ose gri. Fillojnë të dalin myk i dukshëm. Limoni prishet, kalbet ose thahet shumë më shpejt se zakonisht. Çdo njollë e zezë, çdo njollë myku, çdo ndryshim i shpejt në formë ose ngjyrë është një mesazh i drejtpërdrejt nga universi. Këtu ka energji që nuk të shërben ty. Limoni po thith atë energji negative për të mos e lënë të qëndroj vetëm tek ju dhe tek familja juaj. Ai po bën një sakrifis të vogël për t'ju treguar të vërtetën. Kjo është një nga gjërat më të fuqishme të kësaj metode. Limoni nuk gënjen. Ai nuk ka ego, nuk ka interes, nuk ka frikë. Ai thjesht reagon në mënyrën më të pastër të mundshme. Nëse limoni prishet shpejt, kjo nuk është fatkeqësi. Është një lajm i mirë, sepse tani e dini se çfarë po ndodh në realitetin tuaj energjetik. Pika e 4. Si ta kryeni eksperimentin në praktik, hapat e saktë dhe të kujdesshëm. Tani që e kuptoni fuqinë e kësaj metode, le të shkojmë te pjesa praktike. Këshillohet të bëjmë një eksperiment të thjeshtë, por shumë efektiv. Blini disa limon të freskët, të zakonshëm. Mos blini vetëm një ose dy. Merrni 5, 6 ose edhe më shumë që të mund të mbuloni disa pika kyçe të shtëpisë. Vendosini limonët në vende strategjike, pranë krevatit, sidomos në një jastëk ose në komodin pranë kokës. Në dhomën e ndenjes, ku kaloni më shumë kohë. Në kuzhinë, në hyrje të shtëpisë, në dhomat e fëmijëve. Mundësisht në vende ku nuk bien rrezet e diellit direkte, por as në errësirë të plotë. Lëreni limonët aty për disa ditë, zakonisht 3 deri në 7 ditë janë të mjaftueshme për të parë ndryshime të qarta. Mos i prekni shpesh. Mos i lëvizni pa arsye. Lëreni natyrën dhe energjinë të bëjnë punën e tyre. Pas disa ditësh, kthehuni dhe vëzhgoni me kujdes çdo limon. Shkruani me shënime se çfarë ka ndodhur me secilin. Krahasojini me njëri tjetrin. Ky proces i vëzhgimit është vetë një akt i fuqishëm vetëdijsimi. Pika e 5. Përfundimi dhe çfarë të bëni kur limonët tregojnë energji negative. Në fund, na çonte mesazhi më i rëndësishëm. Nëse limonët prishen shpejt, myken ose marrin njolla të zeza, ky nuk është fundi i botës. Është fillimi i një ndryshimi të madh. Kjo është një shenjë e qartë se dhoma, shtëpia juaj ka nevojë për një pastrim energjetik të thellë. Çfarë mund të bëni atëherë? Mund të bëni pastrime fizike të thella. Mund të përdorni tymë të sherebelës, temjanit ose mjete të tjera tradicionale. Mund të punoni me mendime pozitive, me falje, me falënderim. Mund të hapni dritare, të lejoni dritën dhe ajrin e freskët. Mund të vendosni kristale, bim ose objekte që ngren vibracionin. Por më e rëndësishmja është që të mos e injoroni sinjalin. Limoni ju ka dhënë një dhuratë, të vërtetën. Tani është radha juaj ta përdorni atë për të krijuar një hapësirë ku ju dhe të dashurit tuaj mund të lulëzoni. Nëse, përkundrazi, limonët qëndrojnë të paprekur, thahen bukur ose mbeten të freskët për një kohë të gjatë, atëherë festoni. Energjia në shtëpinë tuaj është e mirë, e pastër dhe mbështetëse. Vazhdoni ta ruani atë me kujdes, me falënderim dhe me veprime pozitive çdo ditë. Miqtë e mi, kjo metodë me limonët nuk është thjesht një truk. Është një urë midis botës fizike dhe asaj energjetike. Është një mënyrë për të dëgjuar atë që sytë tanë të zakonshëm nuk mund ta shohin. Provoni atë me zemër të hapur, me mendje të qetë dhe me besim. Dhe mos harroni, natyra gjithmonë na flet. Ne vetëm duhet të mësojmë të dëgjojmë. Faleminderit që ishit sot këtu. Nëse keni provuar këtë eksperiment, shkruani në komente çfarë ndodhi me limonët tuaj. Ndani përvojën tuaj. Le të mësojmë bashkë. Ne do shihemi në videon tjetër. Deri atëherë, ruajeni energjinë tuaj, ruajeni shtëpinë tuaj dhe ruajeni veten. Qoftë drita me ju.